Jo, problemi është Balta gjithet për ne. Adriatiku thonë, Adriatiku, listat e mbyurat të këtyre që duan të bëjnë familjarët, deputet, këta janë thjesht maskarenjë. Pse janë maskarenjë? Janë maskarenjë sepse pasi i mbyuen listat sërish me atë ligj të shpifur, ligj kriminal, ligj që mban servilat në politik, ligj që mban ata që e blejnë mandatin me para për të bërë deputet, ligj që u mban ju peng duke u larguar fëmijët jashtë. E pasi ne luftuam dhe shkruam një projekt ligj dhe e dorëzuam parlament. E pasi ne mblodhëm 21 firma dhe i çuam aty dhe nuk i pranuan. E pasi e çuam dhe në gjykatë kushtetuese dhe e mbajtën peng. Na tregojnë ne tani që duam të garojmë me listë hapur, se dash kemi të bëjmë familjarë deputet. Këta janë thjesht këllira. Pse janë këllira? Sepse Adriatiku në Tiranë, të ma falni shprehjen, po e meritojnë. Sepse Adriatiku në Tiranë nuk ka pranuar të jetë në listë të mbyllur. Sepse unë në Tiranë jam i 30-ti. I 30-ti me listë të mbyllur dhe të hapur dhe i 18-ti në listë të hapur. Sepse kam planuar garën me të gjithë ekipin, me të gjithë ata që erdhën dhe u bashkuan në këtë garë. Nuk i kam dhënë vetes mundësinë të shkojnë në parlament pa garë. Se po nuk shkova në parlament, do të jem prap Adriatiku që kam qenë. Do luftoj prap njësoj, sepse e besoj me gjithë shpirt këtë gjë. Në rregull? Dhe këta do na detyrojnë ne që të shkojmë dhe ne me listat mbyllura si këta. Jo, ne do shkojmë me listat hapura. Kaq ta bëjmë dhëmin.